Shikus të dashur, edhe këtë diell në Rudy's Cake me ëmbëlsirën që do ta prezantojmë në këtë emision. Sot kemi me përgatit, siç edhe po e shihni këtu i kemi gati të gjitha gjërat të cilat kemi me përgatit ëmbëlsirën freskuse me mjedra, me biskotat Lady Fingers. Këtu i kemi pandispanjen të cilën e kemi vendosur në formë dhe po vazhdojmë. Kemi kremën e vanilës, ku do t'ja shtojmë një sasi të ujit dhe sasin e panës. Dhe do t'a përzim me mikser. Si gjithmonë fillimisht në shpejtësi minimale. E përzim derisa krema të trashet plotësisht. Këtë lloj të kremës mundeni me gjetë në të gjitha marketet që i keni afër shtëpisë, janë prodhim nga Greqia. Është shumë e shijshme dhe shumë lehtë përgatitet. Krema është e gatshme. Largojmë kemi këto palloma Sleepy që janë shpëtim i kuzhinës për pastrim kuzhinës. Kemi edhe për parket për dysheme, mos e lani pa i testu. Kështu që vazhdojmë me përgatitjen e recetës. Kemi biskotat e tiramisus apo biskotat Lady Fingers të cilat do t'i përdorim. Në fund të formës, unë e kom vendosur pandispanjen e çokoladës. E marrim me një shpatull, një sasi të vogël të kremës dhe e vendosim për shkak që është tepsia shumë e thellë, po forma. Na duhet këtë pak ma vështirë për i kamerës që me pa se qysh po i lyjmë ansoret për me na u ngjit biskotat dhe fillojmë kështu me radhë. Rreth e rreth i vendosim biskotat. Kur të vendosim sasinë e kremës, pastaj biskotat mo nuk lëvizin për arsye se ngjitën për kremë, mirë po, derisa të përfundojmë, mundën edhe me lëviz pak. Një qese e gjysmë na shkon për dimenzionin 18 cm, që është dikon për 10 persona ëmbëlsira dhe biskotën e fundit. Ky lloj biskotës për momentin është shumë trendi në të gjitha rrjetet sociale, për shkak që po përdoret për shumë ëmbëlsira. Kremën e vendosim në qeset e pastiqerisë dhe fillojmë me vendos kremën në pjesën fund të ëmbëlsirës. Tani do ja vendosi, kemi këto frutat e malit, të cilat i kom blu me blender, edhe i kom bashku me zhelatinë neutrale. Ja vendosim një sasi në mes. Thojmë se tash në mes e shohim apo na e nxen biskotën komplet, po. I vendosim 3 deri 4, varësisht se sa mundet me i nxon tepsia biskota dhe vazhdojmë prapë me shtresën e kremës. E mbulojmë komplet sipërfaqen. Dhe tani e vendosim në rumullaka të vogël, vetëm pjesën anësore të ëmbëlsirës. Në mes e vendosim kremën e fruta malit. Dhe tani do t'ja vendosim mjedrat e freskëta, komplet në pjesën e mesit. Mundeni me vendosë dhe boronita manafera, varësisht prej llojit të frutave që e përdoni në brendësinë e ëmbëlsirës. Marrim pak gjethe të mentës, sa për ngjyrë me i dhonë. Si dhe kemi këtu lule lavandën, të cilën mundemi me e përdor për dekor. Dhe gradualisht ja largojmë edhe qesën. Pastrojmë këtu pak e kemi bërë pa pastër, po e pastrojmë dhe jam ishte dashur. Kjo është një recetë shumë e lehtë, mirë po shumë e mirë edhe shumë praktike për me u realizu. Mundeni me pa vende del krema, mirë po krema është e shijshme. Nëse doni mos me ju dal hiç krema, atëherë e prini pandispanjen pak më të vogël dhe vendosni brenda biskotave. Unë kësaj radhe kom vendosur që më u pa pandispanja deri të diellnashme në veshjen.